إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun Azza wa Jall, ruajtësin e besimtarëve, mbrojtësin e besimtarëve, Ti ruaj besimtarët të na ruajnë ne nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë nga ajo rrugë përveç tij. Dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak të punës së tij dhe veprës së tij, askush nuk ka mundësi ta udhëzoj, ta rikthej në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet në të drejtë është Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Fjala më e mirë, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhëruar. Është fjala që Allahu ka zbritur për robërit e Tij. Dhe udhëzimi më I mirë dhe rruga më e drejtë është rruga dhe shembulli I profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe punët më të këqija dhe punët më të rrezikshme janë shpikjet në fe. Janë shpikjet në fe. Dhe çdo shpikje në fe të çon në humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër, tema e khutbës së sotme është një temë e cila na prek të gjithëve. Një temë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme për çdo familje. Për çdo familje muslimane dhe jo muslimane. Të gjithë ne shqetësohemi për të ardhmen e fëmijëve tanë. Pyetja është, çfarë I ofron shoqëria sot fëmijëve tanë? Çfarë mundësish edukimi I ofron shoqëria e sot me fëmijëve tanë? Çfarë modelesh, çfarë shembujsh I ofron dhe I jep shoqëria e sotme nëpërmjet medias, nëpërmjet institucioneve arsimore, nëpërmjet rrjeteve sociale, I jep si shembull fëmijëve tanë. Çdo kush prej nesh është I vetëdijshëm se sot në kohën tona fëmijët tanë kanë shumë pak mundësi për të marrë dhe për të përfituar mundësi edukimi të mira dhe të sakta dhe të shëndosha. Çfarë dëshiron njëri të bëhet sot? Çfarë dëshiron njëri ku
kur ai është në 8 vjeçare, 9 vjeçare, kur ai është në moshën 13 vjeçare, edhe e pyet, çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Në kohën e sotme, në vendin tonë dhe në botë në përgjithësi, vërejmë një shoqëri e cila të thërret në shturje, i lehtëson rrugët të cilat e shturin rinin. Më parë ka qenë ndaluar dhe në shoqëritë jo islame konsumimi i pijeve alkolike. U lejuar. Në kohën e sotme ndalohet me ligj konsumimi i drograve të ndryshme. Apo jo? Por se në realitet çdo kush prej nesh është i vetëdijshëm se lufta kundra shitjes, blerjes dhe konsumimit të drograve të ndryshme, prej kanabis, kokainës, heroinës, nuk është serioze. Nuk ka luftë serioze që t'i luftoj ata njerëz të cilët e shesin drogën, e blejnë ose konsumojnë atë. Hapi i parë për të shkuar tek drogat e forta është pirja e një cigare, pirja e kanabisit, pirja e një cigare hashash. Kurioziteti është një ndjesi shumë e fortë tek njeriu, tek fëmia që në moshën 10 vjeçare i ofrohet një cigare, i ofrohet më pas një cigare hashash. Dhe më pas gradualisht në moshën 15 vjeçare aty i ofrohet të përdorin një nga drograt e forta. Dhe varësia ndaj drogave është aq e rrezikshme sa shkatëron shoqëri të tëra, shkatërime që i kalojnë shkatërimet e luftrave. Se shkatërimi i vërtet është shkatërimi në moral, është shkatërimi në besim dhe në moral. Dhe shoqëritë njerëzore në tërë botën, shumica e tyre vuajnë nga këto sfida. Nga fëmijë të cilët që në moshën e vogël, që në 13 vjeç, fëmijët në Angli, në Suedi, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, fillojnë përdorimin e drograve. Dhe mos shkojmë larg, në vendin tonë të dashur, fëmijët janë të rrezikuar sa i vinë të shkollat e tyre dhe i ftojnë për të përdorur falas një nga llojet e drogave të lehta, do thojse. Të dashur vëllezër, ne si muslimanë si shoqëri islame, çfarë shqetësimi kemi? Se çdo gjë vjen nga shqetësimi, nga zemra. A shqetësohemi për të ardhmen e fëmijëve tanë? Apo në origjinë nuk shqetësohemi as për vetët tona? A shqetësohemi për familjet tona apo jo? A shqetësohemi se çfarë të ardhmen të këto fëmijët tanë? Në lidhje me edukimin, arsimimin e tyre, dhe çfarë roli do kenë ata në shoqërinë e tyre? Të dashur vëllezër, nëse fëmijën tënd nuk i jep një edukat fetare të mirë,
me seriozitetin më të madh. Nëse ti nuk mbjell tek ai besimin në Allahun e madhëruar, krijues të gjithësisë, dashurinë për Allahun e madhëruar, frikën prej tij, prej dënimit të tij, shpresën tek mëshira e tij. Nëse fëmijës tënd nuk ja bën të qartë qëllimin e ekzistencës së tij, nëse fëmijës nuk ja bën të qartë kuptimin e fesë në përgjithësi, fesë islame, fesë së tij, nëse fëmijës nuk ja bën të dashur namazin, që Allahu e ka bërë 5 namaze në ditë dhe në natë, nëse fëmijën nuk e mban afër, nëse fëmijën ti e lë në neglizhencë, nuk i dhuron dashuri, as kujdes, as pyet me kë shoqërohet dhe kur del nga shtëpia ose kur hyn në shtëpi. Ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, dhe jo ju të tjerët. Allahu i madhëruar i drejtohet besimtarëve, ata që duan të jenë besimtarë, ata që i ka dhënë besën Allahut të madhëruar si besimtarë musliman. O ju të cilët keni besuar, ruani vetët e juaja nga zjarri, ruani vetët e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit, që lënda ati janë njerëzit dhe burët. Ruani vetët e juaja, ruani familjet e juaja, fëmijët e juaja, gratë tuaja, të afërmit tuaj, nga zjarri i xhehenemit. Fëmijët janë amanet nga Allahu i madhëruar. Fëmijët dhe familjet tona janë përgjegjësi para Allahut të madhëruar. Çdo njëri prej jush është bari dhe përgjegjës. Burri është bari dhe përgjegjës për familjen e tij. Pra do të pyetet tek Allahu i madhëruar. Në një ndodhi prekse, lexova para disa ditësh, një familje shqiptare në Greqi, tregon që vajza atyre 19 vjeçare, pasi del normalisht pa pyetur prindit, dhe shoqërohet në këtë do ajo, sepse sot është turp mos të kesh lidhje miqësore e quajnë, ose dashurore me një djalë, një vajzë në ato moshë. Dhe ky djali, pasi pin një kafe ose një pije alkolike, i kishte hedhur diçka ose në dëshirën e saj, Zoti e di, në gotën e pijes, edhe kjo vajzë dehet dhe hyn në një gjendje jo kontrolli, bëjnë çfarë bëjnë bashkë, ai nuk mjaftohet me aq, thret dhe 2 shokët e tjerë, bëjnë çfarë bëjnë bashkë, e pa dëshirën e saj, në një gjendje jashtë kontrolli, japin drogra të tjera, e rëndojnë gjendjen, e marrin, e fusin makinë, si një letë, e hedhin jashtë, në mes të Athinës, dhe vjen policia mbas 5-6 orësh dhe e gjen vajzën të vdekur. Në një prej vendeve evropiane, një familje muslimane edukon fëmijët me islamin, edukon vajzat me islamin, por se shoqëria ndikon. Dhe vajzat kanë presion të madh në shkollë, sepse bullizohen për shamin ndoshta, ose se s'kan një lidhje.
Dhe shtu do ndahen këto familje në dy lloje. Fëmijë të atyre familjeve që qëndrojnë dhe durojnë dhe distancohen, dhe fëmijë të shkret, që ishte fati i tyre që prindërit e tyre i çonë në këto vende, për shkaq të tyre personale, familjare, ekonomike, bien viktima dhe bien në këto vese të këqija. Dhe kur vjen mosha 18 vjeçare dhe me ligj nuk ka të drejtë më prindi ta urdhëroj ose të kërkoj diçka prej fëmijës së vet, mund të heqë shamin e thot, larg me e ju, unë kam jetën time. Edhe 19 vjeç në ato vende s'ke të drejt ti thuash fëmijës tënd pse e bëre ose bëje këtë dhe mos e bëj. Të dashur vëllezër, varësia ndaj drogave është shumë e rrezikshme. Kur njeriu varet ndaj drogave, ndaj pijeve alkolike, atëherë më pas vijnë gjithë këqijat. Ngjitur me këtë shumë fort është dhe varësia ndaj çfarë? Ndaj filmave pornografik. Tjetër diçka shumë e rrezikshme që është e përhapur dhe është industri e madhe e cila punon për shkatërrimin e të rive. Të dyja dhe drograt edhe filmat pornografik ndikojnë në hormonin e kënaqësisë në trurin e njeriu, dopaminën pra në këtë hormon, dhe e bën të varur dhe i jep një kënaqësi artificiale dhe e bën të varur dhe ai pa të nuk rritot. Por se varësia ndaj drogave, varësia ndaj filmave të pisët pornografik e shndron të të ri në një element shumë të rrezikshëm për veten dhe shoqërinë. Është i dëmshëm për veten dhe për ato të cilët e shoqëron. Dëmet kanë bëjnë fillojnë ke vetja e tij, dëmtime në trurin e tij, dëmtime në aspektin emocional dhe shpirtëror, në lidhje me stresin dhe me anktet, në lidhje me përqendrimin dhe dobësinë e logjikës dhe të menduarit, dhe kur është në gjendjen e varësisë, ai mund të bëjë çdo gjë të keq, çdo gjë të ulët dhe të shturur. Të dashur vëllezër, detyra jonë shoqëri islame muslimane është të jemi përmirësues, të jemi rregullues në radhë të parë për familjet tona që i kemi amanet nga Allahu i Madhëruar. Nëse vetë prindi nuk është në rregull, nuk jep një shembull të mirë, atëherë fëmia s'ka ku të qeshë. Fillon ndryshimi nga vetë familja. Allahu ju udhëzoft familjet tona, fëmijët tanë në rrugën e drejtë. Allahu ju udhëzoft shoqëritë tona në rrugën e vërtetë, në rrugën e dëshmërisë, drejtësisë, në moralet e larta, në besimin e vërtetë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur vëllezër, Allahu i Madhëruar tregon për natyrën ose çfarë synon shejtani i mallkuar në lidhje me cytet e tij që bën tek njeriu. Inna ma ya'murukum bis-su' wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shejtani i mallkuar gjithmonë ju urdhëron juve për të keqen. Ju urdhëron dhe ju nxit për punët e dyta, për imoralitetin, dhe të thoni për Allahun, për fenë e tij, atë që ju nuk dini.
Nëse moralet e një shoqërie prishen, atëherë ajo shoqëri është e rrëzuar, e shkataruar. Nëse besimi në Allahun e madhëruar, në fenë e tij, zbehet, dobësohet, luftohet, në të njëjtën kohë, ftuesit në punët e pista, në punët e këqija, në vezët e këqija, në immoralitet, shkaqen gjithashtu që nxisin, që tundojnë, që ftojnë, janë të shumta, dhe kjo shoqëri zhytet në këto veze, në këto morale të pista, atëherë prit përfundimin që kanë pasur dhe popujt e kaluar. Populli që është dënuar më ashpër, është dënuar populli i Lutit alayhis salam. Për punën e pistët që ata bënin, që shkonin burr me burr. 3 lloj dënimesh në të njëjtën kohë. Toka shkulet me krahun e Xhibrit alayhis salam. Ngrihet në qiell. Derisa banorët gjojnë, derisa engjëjt gjojnë ulërimat dhe lehet e qiellit. Merret dhe përmbyset dhe fundoset në tokë. Dhe përshim gurësh nga qiell. Allahu i madhëruar e do moralin e lartë dhe urren të pistën dhe të dytë. Islami është feja e vetme që i ruan moralet. Islami, feja Allahut Azza wa Jall, është feja e vetme e cila me të vërtet ka vendosur rregulla dhe norma parandaluese për individin e shoqëritë që të shkojnë në morale të ulta, në morale të këqija. Kur prishet familja, prishet shoqëritë. Të dashur vëllezër, fjalët e mia janë vetëm se për kujtim dhe këshillim, dhe lut Allahun për dobi në zemrat tona, dhe lut Allahun e madhëruar të na bëjë neve, si thash në fillim, përmirësues për të mirën, deri në fund. Lufta e vërtet është lufta midis të keqës dhe të mirës, midis ftuesve që ftojnë në të keqen, në të pamoralshme, të cilën e zbukurojnë me emra të ndryshëm, dhe midis të mirës, të ndershmes, që është e vështirë ta mbash, është e rëndë ta mbash, por se është e bukur, është e mirë, është e pastër, është e ndershme, dhe ka në të mirësitë e begati. Ndërsa ajo që është e keqe, e ulët, e poshtër, e ndytë, ajo nuk ka në të as begati, as mirësi, as kënaqësi të vërtet, as lumturi të vërtet, po ka vetë se ankth, ka stres, ka probleme nga më të ndryshme. Dhe në botën tjetër, të pamoralshmëve, jo besimtarëve i takon dënimi tek Allahu Azza wa Jalla, Allahu na ruaj. E lutem Allahun e madhëruar të na udhëzojë në familjet tona në rrugën e drejtë. E lutem Allahun e madhëruar të udhëzojë shoqërinë tonë në rrugën e drejtë, në Islam,
në moralet e larta. E lutë Allahun e madhëruar të triumfojnë muslimanët kudo që janë, dhe të mposhti ata që duan dëmtimin dhe armiqsinë ndaj Islamit dhe muslimanëve, dhe lutë Allahun e madhëruar të kthejë muslimanët në fenë e tyre, në besimin e tyre një kthim të vërtet, të rikthehen te Kurani, tek shembulli profetik, tek rruga profetike, me sinqeritet dhe të bindur, të palëkundur në bindjen e tyre. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة.